dy kongresmenët amerikanë që sapo e përfunduar vizitën në rajon e identifikuan Serbinë si faktor diskriminimi dhe destabiliteti, prandaj kanë propozuar antarësimin e Kosovës në NATO. Serbia vazhdon të ndërhyjë në Kosovë, sidomos në proceset zgjedhore dhe duke përdorur një strategji të kombinuar destabilizimi përmes propagandës, presionit politik, rjetëve kriminale, spionazhit e instrumentalizimit komunitetit serb. Çdo cikël zgjedhor shoqërohet me ndërhyrje në nivelin politik, informativ dhe të sigurisë, duke identifikuar operacionet hibride nga mekanizma shtetëror e jo shtetëror, përfshirë strukturat e inteligjencës, mediat, rrjetet kriminale dhe instrumentet politike si lista serbe. Në zgjedhjet lokale të vitit kaluar, u arrestua në flagrancë Fatmir Sheholli, i akuzuar si bashkëpunëtor i BIA-s dhe implikim në operacionet të ndikimit zgjedhor kundër rivalëve të listës serbe. Sabotimi i konkurencës demokratike brenda komunitetit serb do të thotë instrumentalizim e jo mbrojtje e atij komuniteti. Përmes presionit, friksimit, varësisë ekonomike dhe manipulimit informativ, Serbia po i mban peng serbët e Kosovës, duke i përdorur ata si armë për qëllimet politike dhe interesat klienteliste të Vučićit. Thirrjet për ta votuar listën serbe si garancia e vetme për mbijetesën e serbëve në Kosovë, jo vetëm që vërtetojnë rolin e saj si instrument politik i Beogradit, apo qasjen minuese ndaj sovranitetit të Kosovës, por edhe angazhimin shtetëror kundër të drejtës së qytetarëve serb për zgjedhje të lira dhe përfaqësim demokratik. Prandaj, neutralizimi i ndërhyrjeve të Serbisë në proceset zgjedhore të Kosovës nuk është vetëm detyrë në shërbim të interesave të vendit, por edhe një kontribut i rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe mbrojtjen e vlerave fundamentale europiane. Në kontekstin e vlimeve aktuale gjeopolitike, kjo detyrë kërkon maturi institucionale, transparencë demokratike dhe argumentim sistematik ndaj partnerëve ndërkombëtar, duke e trajtuar ndërhyrjen e Serbisë jo vetëm si çështje të sigurisë kombëtare, por edhe si kërcënim ndaj integritetit të proceseve demokratike në Ballkanin Perëndimor. Faleminderit, Mehran. Përshëndetje për të gjithë. Faleminderit fillimisht për ftesën. Do të jetë kënaqësi meqense tashmë sa vite nuk jam pjesë e Komisionit Qendror Zgjedhor, por megjithatë përvoja të cilën e kam me siguri që do të ndihmoj edhe në këtë temë shumë të rëndësishme. Si duket që kjo çështja e zgjedhjeve asesi nuk hiqet nga agjenda në Kosovë, kështu që gjithmonë mbetet si temë interesante dhe temë e cila është në fokus të të gjithëve. Siguria në zgjedhje, me siguri që është një nga komponentat më të rëndësishme të organizimit të zgjedhjeve. Zgjedhjet janë operacion i komplikuar, i madh dhe gjithsesi kërkon shumë kujdes, sidomos edhe në siguri gjatë organizimit. Gjatë viteve të cilave unë kam qenë kryesuese e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kemi pas përvoja të ndryshme lidhur me sigurinë, sidomos me çështje të cilat kanë të bëjnë me veriun e Kosovës. Nëse ju kujtohet jo shumë larg koha kur ka qenë viti 2013, kur për herë të parë në veriun e Kosovës janë bajë zgjedhjet, janë organizu në mënyrë legale, sepse atje është tentuar që të organizohen zgjedhjet, po asnjëherë nuk ka pas zgjedhje të mirëfillta. Pra gjithmonë kanë qenë vetëm, themi ashtu, një farlloj tentimi i organizimit të zgjedhjeve. Mirë, po në vitin 2013, KQZ-ja për herë të parë ka arritur dhe atë vetëm pasi që është bërë një marrëveshje në Bruksel, ku kam qenë edhe unë pjesë e atyne diskutimeve me Serbinë, është arritur një lloj dakordimi që të mbahen zgjedhjet në veriun e Kosovës. Megjithatë, përkundër të gjitha përpjekjeve, ka ndodhur që në ditën e zgjedhjeve të kemi trazira. Ka pas edhe një vdekje e një komisioneri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka pas gjuajtje të bombave, pra ka pas ndërhyrje të lloj-llojshme nga shteti i fqinj nga Serbia.
Pra, KQZ-ja gjithmonë është përballë me tentativa nga shteti i Serbisë për ndërhyrje gjatë organizimit të zgjedhjeve, e sidomos në pjesën veriore. Këto ndërhyrje kanë qenë të lloj-llojshme, duke filluar nga vetë lista srpska, e cila ka qenë bardhëse e tentativës së Serbisë që të ndërhyjë në zgjedhje, dhe atë duke tentu që kandidatët të cilët kanë marrë pjesë të manipulohen dhe të drejtohen drejt për së drejti nga Serbia. Jam pjesë e proceseve zgjedhore më shumë se një dekadë dhe gjatë kësaj dekade në aspekti i sigurisë kam pa transformim edhe përgatitje edhe në aspektin pozitiv të institucioneve të sigurisë për mu përballë me krizat të tilla. Ajo që ka duhet me thonë haptas është që duhet me pranu realitetin se lufta hibride është në mesin tonë, edhe si institucioni sigurisë, Policia e Kosovës është ndërmarrë veprimet e duhura, thjesht me përgatit stafin për sfida të reja. Me që rast kemi edhe rastet e fundit për ndërlidhi me temën e caktume në Graçanis, arrestimin e disa zyrtarëve komunal cilët e kam përdor aspektin ekonomik e social edhe të presionit në punonjësit e tyre duke ju dhënë vendime për largimin nga puna. Kjo është njëra prej metodave të luftës hibride. E para është, domethënë, narrativa e terrorit institucional dhe arrestimeve politike, domethënë çdo zhvillim politik në Kosovë interpretohet, domethënë, nga zyrtarët serbë dhe amplifikohet në mediat në serbisht. Pra, siç u cekën arrestimet në Graçanicë, këto u paraqiten me një narrativ të tillë se është një plan i Albin Kurti, sepse për ta Albin Kurti është antagonisti kryesor dhe për të goditur shtyllat e mbijetesës sërbe në Kosovë, këta të burgosur llogaritën ose etiketohen në farforme si të burgosur politik, pa ndonjë bazë, domethënë ligjore, po ashtu edhe gjykimet për krime lufte po përdoren në farforme si domethënë në narrativat e tyre sërbe si strategji politike për fushata elektorale në farforme, duke i fajsuar sërbët për çdo gjë, domethënë sërbët në një përgjithësim të tërë. E dyta është narrativa e manipulimit zgjedhor përmes pastrimit të komisioneve, domethënë siç e dim, zvoglimi i numrit të komisionerëve. Këtu pretendohet se KQZ-ja ka pastruar vendvotimin nga përfaqësuesit e listës sërbe me një qëllim të caktuar, domethënë për t'i lejuar ato në një farforme programet keqdashse nga pjesa e partive politike shqiptare për t'i domethënë manipuluar zgjedhjet në dëm të partive sërbe dhe politikanëve serb. Njëkohësisht është edhe në narrativa tjetër është favorizimi i të të preferuarve ata në një farforme. Këtu është domethënë figura kryesore Nenad Rashić, ku ai portretizohet si domethënë i përshtatshmi, i preferuari i regjimit të Prishtinës, domethënë ashtu i referohen ata. E treta është narrativa e blerjes së votave përmes diasporës, domethënë që ka qarkullu këtyre ditëve, shifra e të regjistruara për të votuar nga diaspora që ishte dikun rreth 140.000 në mediat serbe, domethënë është portretizuar si një lloj plani, domethënë i keq për goditje ndaj vullnetit të qytetarëve, domethënë ku kryesisht këta gjithmonë çdo zhvillim e lidhin në dëm të komunitetit serb.